Ky është një shqetësim shumë i drejtë, njeriu nuk mundet të krijojë bindje vetëm me ide teorike. Njeriu ka nevojë të marrë modele. Modelet janë të gjalla nëse janë brenda asaj shoqërie dhe në atë kohë kur jeton njeriu, dhe ka modele të gjalla të mira, do të ketë gjithmonë, edhe pse ndoshta më pak në numër, por modelet shpeshherë janë të gjalla nëpër libra, nëpër histori. Jo më kot e përmenda atë që ky është brezi më i mirë dhe ky është etaloni matës, por çdo musliman, kudo që të jetojë dhe kurdo që të jetojë. Prandaj jeta e këtyre sahabijeve, e këtyre grave, të cilat janë bashkëkohëse të profetit Muhammed a.s. kanë jetuar me të, e kanë dëgjuar atë, kanë vuajtur me të, janë gëzuar bashkë me të, ai ka qëndruar në shtëpitë e tyre, kanë folur, kanë qarë hallet e tyre me profetin a.s. është modeli më i mirë i grave. Gjithmonë thash, duke marrë parasysh edhe dimensionin e kontekstit gjeografik që është një gjë tjetër. Por për vlerat, për shqetësimet, për botkuptimet janë modeli më i mirë. Është shumë e rëndësishme që motrat tona, gratë, vajzat tona, her pas here të kthehen e të lexojnë historitë e këtyre heroinave, e këtyre grave që janë dëshmitaret e para të Islamit, dëshmitare këmba këmbës me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse ka ndoshta më shumë libra rreth burrave, se vetë ata kanë transmetuar për njëri tjetrin por ka pak libra, jemi sinqert, rreth grave, rreth sahabijeve në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka pëlqyer një prej autorëve thotë zakonisht janë shkruar libra burra rreth profetit. Edhe jam sjell profile nga më të ndryshme, por pak kanë shkruar libra gra rreth profetit. Edhe nëse përqendrohemi në këtë pikë, do të shikojmë që siç burrat e rrethuan profetin Muhammed a.s. dhe ishin bashkë me të në çdo hap, do gjejmë që edhe gratë kanë qenë bashkë me profetin a.s. dhe i kanë shoqëruar atë. Madje unë shkoj edhe më larg, e them që njeriu që është mbështetja dhe është suporti i parë në goditjen më të madhe apo në sprovën më të madhe për profetin a.s. është një grua, është Hatixha. Kur kthye nga shpella, ai pati nevojë për mbështetje. Ishte ajo që e qëndroi, që e mbështeti dhe që e orientoi.